Ore, çfarë po ndodh me këtë Big Brother, nuk po e kuptojmë. Situata nga më të ndryshmet, mirë se na erdhët një herë, mirë se na erdhët në shtëpi, mbas një natë të gjatë mbrëm, live me komente. Edhe kjo është bërë dhe shtëpia jon tani. Patjetër, shtëpia të tërëve. Patjetër, shtëpia e të gjithëve. Si u duk mbrëm? Po ç'na u duk ku dëgjon këto zarfat e zi tash, këto po çohen, po më duket sikur po i fuqizojnë banorët, jo po i dobësojnë. Pra ti çosh zarf zi Roders, si e ka ai. Edhe po nuk e kam fiksuar sepse nuk më duket në lojtar interesant për ta fiksuar shumë, domethënë për donaj shumë vëmendje sa më fiksuar emrin atit. Por ta izolosh aty, të lesh një kanal të salduar tek ai, sido që të jetë për mua unë e shikoj që është favorizim. Është diçka që ti po e favorizon dhe po e bën faktor. Do apo s'do ti, pavarësisht se këto janë dënimet, se nuk po shkatojmë dot njëri aty. Nuk mund të rrafim dot njëri, nuk mund të kemi dot njëri. Megjithatë më pëlqeu një pjesë e komentit të Arbrit, në veçantë mbrëm, kur i tha Monikës që ti mirë bëni, tha që thua që ky ka bërë gabime të tjera, por duhet thuash që gabim ka bërë dhe Stenaldo. Pra edhe Stenaldo nuk po se pati një sjellje për t'u lavdruar, pra të gjithë aty në atë shtëpi po shkelin shumë rregulla. Dino, ajo është shkak pasojë. Ky mund të thosh çdo gjë Stenaldos, por nuk mund të thosh atë fjalë që për më ishte e rëndë. Çdo gjë mund të thuash, tu çfarë dush ti më gjej. Pa çfarë është për te vizës kuqe, po ti nuk mund të lodhesh me një fatkeqësi që Zoti ja ka dhuruar. Dhe u përpoq do të shfaqsohet, thoshte që nuk e thash për atë, thash për diçka tjetër. Ai gjithmonë e ka shfaqsuar veten e vet. Absolutisht që unë bie dakord edhe me Meridianin që dhoma që ai të ketë kamera 24 orë për 24, për mua është jo favorizim, po çohet direkt në finale. A ka ngjashmëri me atë që ndodhi Eglës, Monika? Shiko, shumë veta më kanë shkruar për këtë. Normalisht që unë edhe atë pak revoltën e Eglës nuk isha dakord. Vetëm një kujtesë, Egla u fut te dhoma e bardhë. E bardhë, tek e bardhë dhe u fut me dy të tjerë. Jo, po u fut për cilën shkelje. Po di, po shkelja ishte që hodhi gotën e verës. I hodhi gotën e verës në sy. Po, ajo ishte vështirë, po, okay. Në atë moment që ishte i dashur me Meritonin. Këtë e kanë lënë vetëm, se të paktën kur ke dhe dy personazhe të tjera, fillon intriga, fillon prap ajo gjëja që ne themi. Qëndrimi vetëm i këtij personi për mua çohet direkt në finale se më zarf të zi ky njeri nuk ka për të marrë. I ka kaluar limitet, e ka kaluar njerëzorin, e ka kaluar çdo gjë dhe prap produksioni e do këtë. Përse e do produksioni? Sepse ky bën këtë lojën e jo vetëm produksioni, kam përshtypjen duhet të ketë një lloj mbështetje jashtë, sepse pash një foto, nuk e di kush e kishte hedhur, Digital Bia nuk e di, një nga këto mediumet po themi, thoshte që jeni pro apo rikthim dhe hapa komentet për t'i parë, më beso ishin gjysmë për gjysmë. Drini, duhet kuptosh diçka. Gjysma thoshin pro, shiko, nga njëherë komentet edhe prishen aty nuk ka, por që një sekond. Sepse edhe pak me Meridianin u bëm një debat të shkurtër rreth kësaj. Që të thuash që dikush e mbështet, sigurisht që e mbështet, sepse kur të vjen një balon është mbështetje. Kur janë ca klikime, domethënë si themi followers ka një numër të vogël mbështetësh. Jo followers, por kur ke publik që të shkon dhe klikon ato ose jep votën për atë, është përsëri një mbështetje për të. Por unë do ta kap fare me publikun, sepse publiku fundi a fundit këtë do. Dhe ne kemi arritur, sidomos në dy të fundit, unë mendoj që kemi arritur si njeri një kohë kur u themelua Roma, perandorët dhe skleverit. Edhe thoshte, ai dilte ai perandori dhe thoshte, jemi në një lojë, po aren do t'i dërgojmë të gjithë dikë për vdekje, po dhe nuk kishte nevojë fare dhe thoshte, unë e kam hedhur njeriun tim, gladiatorin tim, dhe ti popull ç'a do thuash? Dhe populli e bënte kështu. Populli gëzonte populli që po e shqyeni në... Pra po shkojmë drejt saj. Ne po shkojmë rreth kësaj. Si shikoj unë dhomën e xhungles. Gjithë ky mërzitje... Ai gërhiti një nuk knaqe. Ai u knaq, përveç asaj. Edhe na i shpiti se duhet ndonte edhe gërrimon. E kam analizuar shumë për të kuptuar se ku duan dalin. Gjithë ky mlefi i publikut për ta nxjerrë jashtë shtëpisë si banor, Rogersin do e mbaj brenda dhomës izolimit. Rogertin do e mbaj brenda dhomës, pra se pyetja është doni ta nxjerrin nga dhoma dhe publiku nuk do ta nxjerrë. Po do ta nxjerrë me ne publiku. Problemi është që ai aty u bë faktor. A do rri Rogersi më vetëm në dhomë? Jo, nuk do rri. A do ketë banor tjetër që do i fusin Rogert për të bërë show? Do ketë. Po do ketë. A do jetë nga brenda, do jetë nga jashtë?
Pra, ai do apo s'do, pra Rogerti çfarë bën? Produksioni me mbajtjen e dhomën e izolimit sapo ka marrë përqimin e publikut. Pse? Sepse publiku vendosi që ky personi do riizoluar, do dënohet. E dyta, unë i parë do të çoj mesazh që ai mos dalit bashkohet me grupin. Pra, të rrit si delja vetëm që ta haj ujku. Tani debati që po bëhet. Dhe do i hy një ujk aty brenda për ta kafshuar dhe për ta ngrënë Rogersin apo jo? Tani nëse hyn ky ujku apo çdo qoftë, domethënë. Ky ujku, po përgatitet ujku. Pra, ngrihet më shumë figura e Rogertit, pra ngrihet më shumë si lojtar. Nëse do jetë ai ujku që unë mendoj ose që një fjalë besoj dhe juve e keni dëgjuar, unë them që po të ngelet tek ai ujku i dikushëm, them që do ta amposhti. Pra po e bëjmë kështu pak po e lëm me pikpyetje. Kush është ujku që mund t'i futet Rogertit në shtëpi? Dhe le të mos kujto se skandale, se mediat filluan që kam ndësuar. Është folur edhe Luizin. Drini thotë a jetë Luizi apo jo? Unë kam dëgjuar emrin e Luizit, kjo është nga burime, si më thënë, pa konfirmuar zyrtarisht, po nga burime që flasin për këtë gjë, nuk e di sa vërtet. Kjo vetëm një gjë mbajeni me këtë, se shumë kjo është tik me dy presa. Po çdo gjë është me dy presa. Sepse në qoftë se dikur Luizi nuk ishte çfarë bënte, tashmë ka kryer një imazh shumë dashur publik. Ndërsa Rogersi nuk ka çfarë humb. Rogersi është më ollin se Luizi. Pra, në qoftë se dikush është në një tavolinë pokeri dhe ka tavolinë përpara plot me çipsa, është shumë i kujdesshëm se sa njëri që ka shumë pak çipsa. Pokerin shumë mirë. Në këtë rast të dy e luajnë pokerin. Përballje shumë e fortë? Po, përballje shumë e fortë do jetë, por nuk e di, nuk është se unë e qartë. Do t'i duar të kas shumë, por... Pra ti nuk je për këtë model për klasje? Nuk jam për këtë model, ndoshta unë mund t'jem, më falni shumë, mund t'jem e vjetëruar, unë jam komplet tjetër, modeli klasik për mua nuk i del kur moda, ngelet gjithmonë klasikët, s'vdesin asnjëherë, por në këtë rast, në qoftë se do kemi këto dy përballje, unë do të jem me anën, mendoj që po t'jetë Luizi, mendoj që Luizi do ta mposhti. Duaj një koment për Stenaldo, në shkritikuar shumë jo edhe Stenaldo, në fakt për sjelljen që ka bërë. Pavarësisht se ai e sqaroi shumë mirë që ishte një reagim për shkak të mënyrës se si u drejtua Rogerti. Ne mendojmë që edhe neve kur na ofendojmë kemi një reagim, dalim nga vetja, bërtasim. Ja, unë pak dje filluam dhe bërtitëm me njëri tjetrin, pavarësisht se jemi miq shumë të mirë edhe as diskutohet. Jo më pasaj kur ti i kap një plag një njeriu që është e pafalshme. Domethënë dhe unë këtë nuk arrit prap ta kuptoj edhe nga... Nuk do ishte zotësia si lojtar të durosh... Nuk e duron atë moment. Ai moment nuk kapet nga asnjë. Domethënë janë momente të paparashikueshme, mos harroni është një izolim, kush e di se si kanë qenë debatet kaq të forta. E teprojnë disa, duke thënë vjen për psikiatri, po, dhe Stenaldo, po nuk ti thua atë gjën, është komplet ndryshe se sa të shkosh tek njëri që ka një plagë që e di që do e shoqëroj gjatë gjithë jetën e plagë dhe ti vetëm ta shtypësh atë plagën. Ajo është njëri që ka këtë plagën kur ka hyrë në këtë reality show. Jo, po gjë nuk është fair. Në qoftë se ajo është pika më e dobët e Stenaldos, për mua Stenaldo ka fituar Big Brother-in pastaj. Shiko, mund t'jetë edhe një shans që Stenaldo t'jetë drejt fitimit, sepse në qoftë se është dhe është, edhe mund t'jetë dhe tani ai hypi në këtë sigurisë, edhe ai u ngjit në një sigurisë, s'po bënte në një lojë. Dhe ta pranojmë gjithë tani të treqën atë lojë, po të sulmuan thjesht të ngrenë. Jo, unë do jem kundër edhe atij publiku dhe atyre njerëzve që më shkruajnë pafund, unë jam kundra njerëzve që arrin deri të shpërfytyrojnë ose të dëmtojnë njeriu, domethënë të fusin thikën edhe të fillojnë të gryejnë zorën është. Tani me kjo është temë shumë delikate, dua që në të tretë japim një mesazh. Këtu tani kanë në dorë produksioni që të vendosin disa rregulla, kanë vetë banorët, ka autoriteti mbas edhe i mediave që ata duhet ndërhyjnë, ka patur një reagim nga ana e shoqatës që mbron njerëzit me të drejtat kufizuara, shoqëria rregull, pra si vendosen një rregull në gjithë këtë situatë, se tani dëgjoj unë bëra një status më që thash që nëse ai nuk del për mua se komentoj, më s'do komentoja më bigë se komentova vërtet. Sepse ta thash ti mund thua çfarë të duash, por nuk mund të lodhesh me diçka që nuk e ka zgjedhur ai ta ketë në trupin e tij. Pra, mjafton që të gjithë ato që bëjnë atë koment edhe Rogersi ta kuptoj vetëm është aty në shtëpi se sa ka zar fizik pastaj. Po zhvlerësohet. Po ka filluar pra nganjëherë duket me dy standarde, sepse për kesin që në fundit ofendoi
Pra do jashtë dhe ky që Po që pra bëhet pjesë e shfaqjes, dhe Kesi pra bëhet pjesë e shfaqjes, do t'i bëhet surprizë të dashur. Po mirë, pra dakord, po pra është pjesë, me thonë, në indirekte. Unë mendoj që patjetër, sepse nuk arrin dot, se shumë veta ma kanë përpyetjen dhe do t'ua pyes dhe juve. Sidomos ne të tre që kemi qenë, por si shkruajmë ato kontratat? Se ne shkruajmë ca kontrata aty. Janë 5 pika. Paktën në bigun ton kanë qenë u përpoq Kristi në fakt i thoshte Ledione që të kuptojnë një gjë. Ti thoshte se dhe kjo patent, dhe kjo ja tha Troç dhe ja tha shumë bukur, se dhe kjo patent ka ca ligje, ka ca limite. Ti luaj bile si një lojtar i fortë, është shumë i bukur kur di të mos lëndoj atë që tha Meridiani, që ai e ka një plak të lindur dhe do ta shoqëroj. Atëherë të lind pyetja, përse këta nënshkruajnë kontratat dhe bigu vetë, produksioni vetë nuk i zbaton? Atëherë hiqe edhe ti këtë zarfin e zi, mos u bëj një lodër sepse i acaron njerëzit, i acaron edhe publikun, kanë qenë pavarësisht se si mund të ndahet publiku, unë se janë me emra falso, shumica që shkruajnë dhe aty për mua ato janë as i marrë përsipër, por kanë qenë shumë të revoltuar. Dhe ti nuk mund të thuash kundër, nuk mund t'i dalësh kundër këtij zëri. E di çfarë prisha mbrëmën, në fakt unë prisha që vllai i madh t'i jepte një sfidë. Gjithë banorët do rrinë 2 orë me syt mbyllur në shtëpi. Për të kuptuar se si është. Tani se si vepron vllai i madh, asnjë nuk e di se fakti që ka kaq vite që ekziston dhe është sukses, mund të ketë mekanizma që ne nuk e di. Komentuar ne ekziston, do ekzistojë, do vazhdon të ekzistojë. Pra shkosa publiku e pëlqen si formate, do e dashuron. Tani për ta mbyllur këtë pjesën e Rogertit, të këtij personazhit misterios që mund të futet për të përballur me të, si e shikoni në terma afatgjatë vazhdimsinë e tij? Unë mendoj që ai do të jetë në finale derisa nuk i bën më syri të çfarë do thotë ai. Ai nën dhe bab ja përmendi, pa dinjitet, pa ti nuk je shqiptar, më fal, ai ka ofenduar shumë rënd, edhe Selini, po jo rënd, më fal. Disha u lexuan në sytë e banorëve kur e panë që ai nuk ishte dalë, po ishte në atë Limi më? Jo, u lexua kjo që aha, ky që ënka për finale do. Mima, atë nuk e Selinin nga ana morale e ka bërë keq fare. Vajti në një pikë tjetër, që është një pikë e lënduar, që është verbëria e këtij njeriu. Prandaj çfarë i bie? I bie që të marrë pushkën e të gjuaj. Kështu që ky njeri të shikojmë tani a do jetë fituesi dhe ai gabimi më i madh që po bëhet është përsëri që ne po promovojmë dhunën në ekran. Për mua kjo është e patolerueshme. I bashkohem 100% qëndrimit të Monikës, duhet ta themi të tre këtë gjë që duhet shumë kujdes me dhunën, duhet të komentojmë pak Mirin dhe Selinën. Çifti, domethënë ajo dyshka që vazhdon të rrish shumë vëmendjen, mbasi Miri mori vesh i babai e kishte quajtur Selinës pervers, ndërkohë që takoi vajzën, nuk po largohet dot nga marrëdhënia me të, mbase edhe e ka tepruar më shumë. Monika dhe Arbri në një moment që ata nuk po dëgjonin në shtëpi, bën një koment për të kuptuar dhe publiku se ku ndodhen të dy, dhe dolën në përfundimin që Miri jo që nuk është tërhequr, po ka vazhduar një sot dhe Selina Po shikoja që pari, kur po vija këtu deri në Instagram, më dolën disa video ku po diskutoshëm me njëri tjetrin, janë ulur këto dhoma dhe po diskutojmë me njëri tjetrin çfarë i ka thënë, çfarë si ka thënë Jati Selin, dhe Selini interpreton komplet ndryshe atë çfarë i ka thënë Jati, dhe Miri ja thotë ndryshe sepse Miri e ka parë dhe ka dëgjuar letrën kur ka lexuar Selin Dom Trefimi, kur ju dha tek Prime. Dhe Selini thoshte jo, nuk më ka thënë që distancohu, i thoshte Selin. Pra këmbgulli që nuk më ka thënë. Po çfarë ka thënë? Ka thënë ti duhet bësh lojën tënde, po. Po pra. E di se është kjo puna është si molla e ndaluar. Kur ja ndalon dikujt një gjë, ai do të shkojë drejt asaj. Të them të drejtën, unë mendova që Miri do bënte një strategji, një hakmarrje të humble, po të quaj se si ishte pak ajo që i tha, dhe mendova që këtu do fillonte lojën edhe me Selinën. Por unë shoh që ai sa më shumë ja ndalojnë, sa më shumë ja frenojnë miqësinë me Selinin ose ngjarjet me Selinin, aq më shumë afrohet ai. Po tani ka ndjenja mes tyre apo nuk ka? Unë nuk e mendoj që Selini ka ndjenja. Unë e mendoj dhe vazhdoj edhe një sekondë, dhe unë mendoj që Selini do t'i qëndroj besnik e atë që ka thënë, që unë do t'a mbaj shok dhe do t'jem besnik deri në fund, dhe në lojë ka një gjë të kësaj natyre. Nuk ka pse të mos. Po marrëdhënia në mënyrë si preken, si e shikohen, si afrohen, mendoj që ka diçka për te. Tani
në qoftë se unë do të flas për marrëdhënie dhe ne jemi prekur, jemi afruar, jemi bërë, janë ca gjëra nganjëherë detaje që nuk mund t'u themi dot dhe nuk mund t'i sqarojmë dot publikut jashtë në krahasim kur edhe unë prekja për shembull, edhe Donaldin, edhe çunat, pra janë ca prekje. Po jam se të kërkon aty, të kërkon. Edhe një prekje kështu, prekje bie. Unë po të prek, si ndihesh ti tani? Ndihesh mirë, po ti se më si ndihesh. Kam 100 emocione bashkë. Unë ndihet mirë ju të dy. Të dy do të fus në krevat. Se herën e kaluar të putha dorën, tani do të puth gjë tjetër. Dakor, po, Syrin. Pra ne do bëjmë kështu që një herë tjetër do testojmë të fusë të dy krevat. Ne do bëjmë intervistë në krevat, bëjmë një krevat. Po interesante do ishte. Po për ty Meridian, në kjo marrëdhënie me Selinir? Dëgjoj, pavarësisht çdo gjë, mua më duket sikur ato e kanë një farë kimie me njëri tjetrin, një farë pëlqimi. Se sido që tjetër dino vjen moment që ti stoposh dhe distancohesh nga loja, sado që tjetër kur e shikon aq më tepër që ajo nuk e konsideron lojtar fort mirin. Po nuk e konsideron. Ti tash shikon gjithë ato mesazhe që të vinë dhe ty nuk të dridhet qerpiku fare dhe ti vazhdon afrohesh prapë, jep llogari, se nganjëherë është dhe llogaridhënie. Mund duket sikur është llogaridhënie për situata që ndodhin. Dhe mënyra me se sa Mene Fregizëm e komentoj situatën e DJ Gimbos, që si ndjente fare, dhe më thonë pra të gjë. Po që ta justifikonte atë shtetën. Po ku ti po justifikonte mirit? Se s'kishte justifikonte. Patin fakt një përplasje mes tyre për të qëndrimin që është. Jo, po e di çfarë është interesante, kur është fokusi i kamerave nga larg, që shikoj domethënë se si e shikoj njëri tjetrin. Pra, sikur kanë një inat që ti pse e bëre, që shkruaj prim, se ja afruar, sepse janë gjëra që ti nuk ishin gjatë ditëve, dhe kur shikon Prime ty ti si bomb. Po që kanë afruar. Po pse janë afruar? Po pse që kanë ndër kaq afër pra. Po në terma afatgjatë të dyshën tjetër si e shikoni, do vazhdojnë një tjetër në situatë apo? Dyshja tjetër. Jo, dyshja këta të dy mirë se Elin. E ka thënë sa Elini që unë nuk do ta lej mirin për asnjë moment. Domethënë, dhe unë mendoj që ajo me mirit i duhet ta ketë për kohë. Ka kohë akoma, se është 46 ditë, 27 ditë. Unë them që nuk e le asnjëri tjetër. Ndeni që bigët do jenë të dy bashkë. Absolutisht, do jenë të dy bashkë dhe ajo e ka thënë atë. Po rritet me intensitet lartë një lojtar që mbase në fillim nuk u mor shumë seriozisht për shkak të dinamikave, por Mateo po bëhet një lojtar i fort. I fort. Edhe shumë mirë që të vi një lojtar dhe një djalë simpatik, i edukuar, një lojtar që po e luan mirë, por ai duhet kuptoj që deri ku do të shkojë loja me Brikin. Dje dëgjova që para 4 vitesh... Brike tha s'ka pëlqim për të fare? Unë e kam thënë që në fillim që jo që s'ka pëlqim, po s'kan fare kimi, as syri nuk i shikon asgjë. Do t'i japi një mundësi, me që tha ajo, do t'i japi një mundësi, për show, për këto. Por ata të dy nuk kanë. Po miri, Mateo pa Brikenën mund të vazhdoj lojën? Mateo është i fort, duhet të kapet Mateo, nuk ka pse të ri pas Brikit. Unë them që nuk ka shkëndime ata të dy, mund të jenë shok të mirë, mund të jenë miq të mirë. Të ndërtojnë marrëdhënie tjetër me dikë tjetër në shtëpi Mateo apo? Është herët apo? Mateo të gjitha situatat në shtëpi i ka krijuar fal pëlqim që ka për Brikenën. Dakor, Dhe debatet që bën dhe nuk e di ku e shikoni të fort Mateon. Pra, dje në Prime, pati ku gjatë duhet të ndajmë quni mirë, i edukuar, i respektuar me të fortën lojtar. Debatet me mirë dhe për plaset prapikisht e për Brikenën. Nëse nuk do jetë Brikena që këto flirtojnë dhe kapin Prime-in, a do ketë mundësi të ketë më debate Mateo? Po këtë po themi, që në qoftë se nuk do të jetë me Brikenën, sepse dhe Brikena dje... Brikena sheftot, Brikena për mua është syltjazh. E ka marrë formën, është ngrirë, është zirë, është bërë. Biles unë e shoftë të... është ngrirë e vla, është akur, nuk intereson fare. Për mua dhe Briki nuk jep më. Sepse është një njeri që ri pozicionohet, të ha ato biskotat, shtrirë, në një gjë, domethënë nuk po japin loj. Më kupton Monikën, ngelen te kuadri çfarë pas ka qenë 4 vjet. Çifti tjetër, Krusita Kristi. Gjithë çiftet grop. Dëgjoj që ne kemi thënë që në fillim që s'ka shumë bindje. Mo çift jam unë dhe Monika Libonja se sa. Unë jam më shumë. Po ti po. Po kur jam unë do më thon çfarë të them unë, nuk kanë fare asnjë shumë, po pse ai klipi dje me shumë me. Ajo Krysita herë nuk ka fare interes për anë për çmëri të këtë gjë, po jam që këtu, po ja bëre dorës që këtu,
Nuk ka ndjesi. Nuk ka ndjesi as mosat e kollave. As më tepër që ka vënë ato dorezat Monika që mos depërtosh. Të post Biku do na ketë bërë një leksion të plot të prekjes. Të prekjes. Se çfarë i bën prekjes, më shive. Oho! Vazhdojmë çikë. Nuk ka shanse fare ky çift. Ky big Jo, ky big nuk ka fare shanse për çifte. Domethënë nuk po që fare. Më çift është Seno me Bravo, dhe gabimi më i madh që ka bër Big Brother që ka nxjerr Senon me publiku. A mi më mirë. Dëgjoj. Po inshallah do zoti se nuk e di pse ky Rogersi e kërkon gjithkohon Senon nëpër shtëpi. E ka përmend pardje, e ka përmend dje, e ka përmend sot mëngjes kur. Mos kërkon vetëm. Ma sillni Senon këtu thotë se e du. Mos ta do për batuta, për përplasje, për gjëra. Edhe për përplasje. Sepse e shikon që me Senon mund të ketë. Jo, po bënte një lojë ai pak të keqe them unë, sepse kërkon vetëm veriorët. Jo, me jugurët nuk e ka. Diçalli ka mund. Po të shikosh ka marrë përsi për Tanin atë gocën tjetër. E ka një çik atë veriorë. Diçalli ka mund. Por unë ka marrë se mos diskutojmë punë bigjozi. Ma atë pa japra do të shkojnë. Shiko, biles tani autorët duhet të jenë të vëmendshëm që në qoftë se do fusin Luizin, të fusin edhe Senon, Luiz, Seno dhe dhe bëhet nuk ka nevojë. Në formë tjetër verior fillon. Kemi shanse për krimin e një tjetër personazhi të fortë në shtëpi, kush mund të ngrihet? Se dakord, kemi Selinën, kemi Mirin, kemi Paqy Mateon deri diku një lojtar. Edhe do Kristin, dakord, tjetër. Kristi duhet të fillojë tani të shpërfaqet për vetë cepave, tani edhe atë mençurinë që ka ose zgjuarsinë që ka, të fillojë dhe të shpërfaqet më fort në shtëpi. Pse ka rënë Kristi në këtë situatë? Unë është Kristin e shoh shumë të mpirë. Po pra, ka ndodhur një ndoshta nuk e ka këtë lloj përballje. Kristi nuk ka, mund duket sikur Kristi nuk ka më dëshirë të losë. Ka humbur dëshirën, ka humbur qëllimin, më duket sikur ka humbur. Ai ka lexuar tentativës për të kërkuar që të dilte dhe kur. Edhe dje tha bukur ai me ato pyetje që bëri, tani ç'a do bëj? Ai edhe ndoshta dhunën nuk e përballon dot kaq shumë, ka shumë lojtarë aty që nuk mund ta përballojnë. Unë do shoh që shumë po ngrenë Stenaldon. Patjetër që do jetë një ngritje e Stenaldit. Do ketë një ngritje të Stenaldit. Po patjetër që do ngret sepse përsëri do bëhet fokus, sepse mos harroni që ajo dhoma që ai u fut aty, u fut për shkak të Stenaldit. Kështu që dhe personi që mendohet që do t'i shkojë i fuqishëm, do të jetë përsëri nën vështrimin ose nën komentin që pse ja bëre ti ose pse e the këtë fjalë të egër, se patjetër kushdo që të futet do t'i thotë që ky koment që ti ke bërë ndaj Stenaldit ka qenë i rënd. Mirë, shohim se do të shtum kush është ka ma kujtoni pak është Rogersi sepse doli. Pra, është pyetja do vendosë çfarë do ndodhë në fakt. Dhe thash do ketë egzaltimi publiku sepse Rogersi do vazhdoj që ndroj tek xhungla. Apo do futet në shtëpi apo do dalë fare. Patjetër, unë e shoh në këtë rast, unë e shoh që ky do të jetë tek tresha. Nëse kam thënë fillimisht Kris Selin, unë mendimi do futet edhe që ky nëse nuk del edhe do shohim kush do në dy tjerë që do i shohim. Domethënë, kjo treshe për mua, ky u piketuar. Tani më qenë se ky është komunikimi ynë i fundit, si thua, deri të shtunën ose deri të diela. Deri të diela. Nëse të shtunën futet ky personazh i kaq i njohur, juve çfarë prisni nga ai? Kur vjen fjala tek ai person, nëse unë pres që patjetër ai do jetë është shumë më i butë në base ka marrë tjetër formë gjatë patjetër formë. Aq më tepër siç e tha dhe Meridiani që duhet sillet ndryshe sepse publiku kur ti futesh të do të dashuron kaq shumë dhe kur ti rifutesh është shumë më e vështirë e dyta se sa e para për të mbajtur atë dashuri që ka publiku. Dhe duhet të tregoj të kujdesshëm që jo për hir të lojës, në kuadër të lojës, po të thot një herë të vërtetën edhe t'u dali kundër të gjithëve, ndaç lojës, ndaç produksionit, ndaç kujdo që t'i thasi, të thotë të vërtetën aty që ishte vështirë. Sepse kjo nuk është vetëm një pyetje si e shikon, sepse kjo do analizë. Po pra, do të thonë, jo si e shikon. Sepse për mua nuk është fair. Rogersi është lojtar që do vazhdoj rrugtimin.
Dhe ti e penalizon shumë. Po jo, hapër, sepse Gjo, ky shumë i thjesht do hy, do jetë shumë i lehtë, sepse nuk e kaloj, nuk e ka stresin që a do vazhdoj apo s'do vazhdoj, a do ka jetë nominim, a s'do jetë nominim, a do jetë televotim. Pra je më komod. E di çfarë komoditeti jeti që ti të hysh aty dhe mos ta vrasësh mendjen fare që a je apo nuk je në televotim, apo do dalësh apo s'do dalësh, a të pëlqen as të pëlqen publiku, se ti e di që do rish X ditë, do dalësh pa u ndikuar fare, a ka ndër publiku do të nxjerrë apo se ka ndër publiku të nxjerrë. Po mund të jetë dhe kundërta që ai mund edhe ta motivoj atë. Edhe mund të jetë parashikuar hyrjen e këtyre personazheve si guest apo si të ftuar që rrinë që mund luaj edhe të kundërtan, ai ta motivoj, vetëm thjesht i thot kujdes me gjuhën e bullizimit. Silluni mirë deri të shtunën të dielën, sepse kemi unë nuk e di me zi e pres atë të dielën. Nuk e di unë këtë, po pres të shtunën mirë, të shtunën. Po të dielën që të vim të flasim këtu. Diela pastaj është të gjë. Ju të kalojnë sa më bukur. Faleminderit që na vini. Faleminderit. Pafshim.